بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, i dërgojmë selamet pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij, edhe ata cilët e ndjekin, e pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte me lenin Allah Azza wa Jall do i shpjegojmë, do i sharojmë, nuk janë shumë ligjërat e shkurt me lenin Allah, po është e rëndësishme për neve. Edhe zatën edhe javët që vinë njëre pas tjetrit, da thonë sikur që është ditë sa e diele me lenin Allah Azza wa Jall, do të vinë ligjëratat për Ramazan edhe më të mira, derisa na ta kompletojmë mësimet e Ramazanit gjitha. Sonte me lenin Allah tema hapet me këtë temë. Fardiyat as-siyam. Obligimi i agjerimit. Është bë obligim agjerimi. As-siyam Ramadan wajib. E gjithë ulemat na japin që agjerimi, na tregojnë ata, që agjerimi është obligim, wajib, obligim. Kur themi wajib, obligim, çka e kuptojmë? Pa më parasysh. Çfarë imani kite? Dhe çka bën, çka vepron, ti ki të obligueshëm me agjeru Ramazanin. Që ta çon vetin musliman, ti do të me agjeru Ramazanin. Wa huwa ahadu arkan al-islam al-khamsa. Ramazani është njëra prej 5 shtyllave të Islamit. Njëra prej 5 shtyllave të Islamit. Al-aslu fi wujubiha. Origjina që është bë obligim agjerimi për kajt vjen. Origjina që është bë obligim agjerimi për kajt vjen për dy sendeve. El-kitabu wa sunna, për Kur'anit dhe Sunetit. Pejgamberi na ka tregu, Allah ka zbrit ajete kuranore që është bë obligim. Prej ajeteve kuranore është edhe ky ajet. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ajo të cilët keni besu, thirrja e përgjithshme të cilët kanë iman. Ajo të cilët keni besu, është bërë obligim për ju agjerimi, ashtu që ishin popujt e mëhershëm të obliguar me agjerim, edhe ju jeni të obliguar me agjerim. Kjo është një argument prej Kur'anit që është bë obligim agjerimi. Ndërsa prej suneteve të profetit sallallahu alaihi wasallam është edhe kjo që ka hadithi bunja al-islam ala khamsi. Është ndërtu Islami mbi 5 shtylla. Njëra prej tyre që është cek, kush është cek? Edhe Ramazani. Prej shtyllave të Islamit është ndërtu Islami mbi 5 shtylla. Këto 5 shtylla, njëra prej tyre është edhe Ramazani, me agjeru Ramazanin. Hadithi tjetër është: Jaa Arabiyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu akhbirni ma farada Allahu alayya min as-siyam. Shka subhanallah. Ka ardhur arabi dhe ka thonë: o i dërguari i Allahut, tregam çka kam obligim unë për agjerimin. Dhe më thonë, pas ka pot agjerim, kanë agjeru ata, po kanë agjeru. Kanë agjeru ditët ashure, kanë agjeru të hanët tejte, kanë agjeru da thonë ditët e bardha, kanë ditë agjerimin. Dhe ky person, ky katonari i cili ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen hadith jaa arabiyyu, ka ardhur arabi, e ka për qëllim, ka ardhur njëri prej katunit dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, tregam çka na ka obliguar Allahu prej agjerimit, apo me agjerim, çka na ka obliguar? Pejgamberi e ka thënë, ka thonë, ente sume shahra Ramadan. Prej agjerimit, jo që na i kemi ditë të bardha, hanët tejte, këta dita shurë, jo, o të obligush me e ki, ka thonë, kon muajin e Ramazanit me agjeru. Pastaj ky bedoin, ky katonar, ky arab, i cili e ka pyet një gjë të tillë, ka thonë, në qoftë se unë nuk shtaj tjetër. Vetëm ata që ka ardhur mbi 5 shtylla e Islamit, e dëshmoj shahadetin, e fali namazin, e japi zakatin, agjera muajin e Ramazanit, dhe e kry haxhin. Nuk baj asgjë tjetër, nuk baj sende tjetër.
A ka mu konën për i banorë gjenetit? A do e fitaj gjenetin? Dhe me ka thonë, dakhal e gjenne in sadaka. Të hinë gjenet, në qovë se, ju mbash kësajnë, në qovë se da më thonë in sadaka, da thonë në qovë se te e vërtetan, që ta që për tu ju mbash që tyve kushtet e islamit, inshallah te këmu konë për i banorë gjenetit. E sijam, qabla Ramadan, bi jaumin au bi jaumein. Tani filloj me mesele mësim tjetër. Agjerimi para Ramazanit një dit apo 2 dit. Para se ma Ramazani, analijohet neve, dhe gjane me vëmendi këta, para se ma Ramazani, analijohet neve që na me agjeru një dit ose 2 dit para Ramazanit. Mesela, origjina e kësaj mesele yuhrimul siyam qabla Ramadan bi qasd al-ihtiyata li Ramadan. Është haram. Origjina e kësaj mesele është haram njëri me agjeru 2 dit ose 1 dit para se Ramazan me qëllim se po vjen Ramazani unë ta mësaj trupin tem me agjeru. Se po vjen kjo adhurim ta pres me adhurim. Në aspektin me mësu trupin e vetë. El-ihtiyat li Ramadan. Dhe a thonë, e ki haram me agjeru. Argumentin e kemi, e kësoj origjine, që ndalohet me agjeru 1 dit ose 2 dit para Ramazanit, është fjale për Ameri sallallahu alaihi wasallam, ku thot për Ameri, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn. Asnjëri nga ju, asnjëri për jush, mos të paraprin para Ramazanit me agjeru 1 dit apo 2 dit. Kjo është ndalesë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe për këta ulemat e kanë nxjerr origjin ndalohet haram e ki me agjeru të 1 dit 2 dit para Ramazanit. Se po vjen Ramazan të me agjeru 1 dit 2 dit me prit Ramazan shtot, jo. Mirë. E ndëgjojmë këta, dhe më thonë që zban me agjeru 1 dit dhe 2 dit. Mundet me thonë ai kësht, hoq, e çka puna të hane tejte, çka puna agjerimi i kafara, dhe thonë i thonë kafara i kupenzimit, çka është agjerimi i kupenzimit, asjam al-qada, çka është puna e agjerimit që nëse ku ma agjeru mujnë në Ramazan, du me agjeru mujnë Shaban me kry, nështë se ka agjeru 30 dit mujnë Shaban da me kry me agjerim. Çka është puna ditët, agjerimit të ditët bardhat, mujt, çdo mujt da me thonë 3 dit me agjeru. Çka është puna e atyre që lexojnë, që agjerojnë 1 dit po, 1 dit jo, dhe pejgamberi ka thujt agjerimi i Davudit alayhi salatu wasalam. Gjithta qëta që i përmendëm na, hinë në këtë hadith, edhe pse pejgamberi ka ndalu, apo haram e kena me ndalu 1 dit për para. E ceka këta llojet e agjerimit, ban me agjerun mujin Shaban. Ku marrët argument? Por mine arë pejgamberi po na tregon dhe po na mëson duke thonë, illa an yakuna rajulun kan yasumu sawmahu falyasum. Në qofse ka qenë ai burr i cili ka qenë duke agjeru 1 dit po 1 dit jo, ka qenë të hane tejte, ka qenë ditët e bara duke agjeru, ka qenë dhe më thonë duke kry Ramazanin e kalun mujt Shaban duke agjeru ditët e Ramazan dhe mujnë Shaban, apo ka qenë dhe më thonë agjerimin e kafara, shpjegimit, dhe më thonë me la borgjin në llojet e qyshor për shembull betu do të me agjeru 3 dit dhe ka agjeru në mujin Shaban. Këtë hadith që ka thonë pejgamberi, përveç atij burrit i cili ka këta agjerime, këtij ju lejohet edhe pse ka 1 dit, 2 dit para Ramazanit, domethënë ju lejohet me agjeru. Mirë. Krejt qëta që i cekon, ndështë pak është e ranë për me kuptu. Që ta është ka më ndalë, sharim, një ka një, se qysh lejohet 1 dit, 2 dit për para me agjeru, me hadithin që e cekon manal. Çdo të hanë edhe tejte, ban me agjeru. Shembull, hadithin e kemi. Rajulun kan yasumu sawmuhu falyasum. Yawm al-ithnain wal khamis. Hin këtë hadith. Ai ka agjeru çdo të hanë edhe tejte. Dhe fillan në muin Shaban me agjeru çdo të hanë edhe tejte. Është interesant, një javë para se marrë muji e Ramazanit, ati ka ra e hane me agjeru, ndërsa dite e fundit para Ramazanit, para se marrë, i ka ra dite e ejte.
A do të kjo me agjeru? Po, se kjo ka agjeru të hanë edhe tejte. Edhe pse ka ra një ditë para Ramazanit, kjo agjeran. Nga se ka imi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se ai agjeran të hanë edhe tejte, edhe pse ka ra dita e fundit e agjerimit, para Ramazanit e agjeran edhe atë ditë. Pastaj agjerimin e kefara, agjerimin e betimit apo të llojshëm, do të thonë që janë në lloje tjera. Për shembull, njeriu është duke nejt para Ramazanit, pensojmë kështu. Edhe betohet për diçka. Thot pasha Allahun e kam e bë këto kështu të mëra. Edhe ai se ban çat vepër. Që tash për betimin te që i ke bu, du të me la borxhin, se i betu në emër të Allahit. Allah nuk është letë ti mu betu këtë qefin te. Edhe Allah në ka ndalu mu betu shpesh. Me thonë pasha Allahun. Ku të betohet njëri, me bu mësë me bu që ata, du të me agjeru 3 ditë. Edhe që tash para Ramazanit ati i ka ra, për shemë, të atë du të me agjeru. Edhe i agjeran 3 ditë, shemë, pënzomi ka agjeran para se ma Ramazanit. U shbetu, se kam bajt premtimin e betimit, atërë do të me agjeru. Edhe pse a i ka nëzonë 3 ditë, në thonë ju pranohet këti agjerimi. Në këtë laj, ju pranohet agjerimi. Siyamu qada, agjerimi në këtë muj, duke ku penzu ditët e vitit kalun të Ramazanit në muajin Shaban. Ka një transmetim, warada an Aisha, annaha ta'akhkhara qada Ramadan ila Sha'ban. Ka një transmetim që Aisha radhiyallahu anha i kalon ditët e Ramazanit pa e agjeru, pa i kupenzu në muajin Shaban. Pse e ka bo Aisha këto? Liyashghalaha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-siyam. Vetëm që më ju bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në agjerim kur ka agjeru pejgamberi muajin Shaban. Aisha i kalon këtë ditët e fundit të muajit Shaban me kupenzu ditët e kujna, ditët e agjerimit të Ramazanit vitit të kalun. Qysh është puna me siyam Daud, agjerimi Daudit, një ditë po, një ditë jo. A ban në muajin Shaban me agjeru, një ditë po, një ditë jo? Po, nuk ka gjë të keqe. Shiko, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Aisha tregon se ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që agjerante derisa na kemi menduar që ai sot e prish hiç agjerimin. Thon ka ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hante duke menduar që ai nuk është duke agjeru. Domethënë një ditë po ka agjeru, një ditë jo ka agjeru. Shembull, në çështë ja ke fillu një ditë po, një ditë jo, një ditë po, një ditë jo. Edhe komplet 30 ditë muajit Shaban. Dhe do thonë dita e fundit ti që ka agjeru, do thonë është muajt Shaban dhe nesër hen agjerimi, këti ju lejohet shot agjerimi. Në qoftë se ti e ke bën një ditë po, një ditë jo. Siyam al-bayt, agjerimi i ditët të bardhave. Rasti mos harra ç'është e shpjegoj. Rasti njerëzit agjerojnë për shembull, thotë unë dua të agjeroj ditët e bardha. Qysh ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që në muajin Shaban i ka agjeru, domthonë çdo muaj i nxujt ditët e bardha, 13, 14 dhe 15. Mirë, po në muajin Shaban qysh pejgamberi ka agjeru këto ditët e bardha? Para se marr muaji Shaban, para muajit Shaban, 3-4 muaj përpara, apo edhe më shumë, 6 muaj përpara, pejgamberi nuk i ka agjeru ditët çdo muajit ditët e bardha. Ku i kalon? I kalon në muajin Shaban. Kur ka fillu 13, 14, 15, deri në muajin fund, muajit Shaban krejt i ka agjeru ditët e muajit, domthonë ditët e bardha. I kam mbledh, apo e kupton? I kam mbledh muajt e kalun që kanë kaluar, që s'ka ka agjeru pejgamberi në muajin Shaban, gjys muajit Shaban, pe 13 deri me datën për shemb 29 apo 30, pejgamberi ka qenë duke agjeru ditët e muajit, ditët domethënë agjerimit, ditët e bardha. Miro ju lezër. Tani him me një mesele tjetër. Kush përjashtohet që mos ta agjeron? Apo kuptoni? Kush përjashtohet që mos ta agjeron? Domethënë ai nuk ka agjeron, shkaku i shëndetit të tij, smunje kështu të mëra. Ulemat i kanë thënë një kanë një.
I parë është, ka thonë ai cili është i smur dhe ka probleme me shëndetin e tij. Nëse ai agjeran e dëmton shëndetin e tij, edhe ky dëmtim mbas Ramazanit nuk ka domethënë shërim, shkaku i Ramazanit domethënë ka qenë agjerimit që ka marrë këtë smundje dhe mbas Ramazanit nuk ka shërim, vazhdon alo me këtë smundje, kë nuk lejohet me agjeru. Çka lejohet të kë me bë? Lejohet të kë me bë ky person i obligohet me marr një person, një agjerus, mi adhan 30 dit ushimin apo 29 dit ushimin me agjeruaj. E me një agjerus, thu që ku i ki, da më thonë, çdo dit iftarin një ek dhe agjeran për ty. Që ky largohet për ikojna për agjerimit. Në qoftë se te din që ji i smut, dhe agjeran për shembull, dhe të vjen qaja smundja, që te din që ji i smut, dhe mbas Ramazanit shtohet edhe ma shumë smundja, edhe ta ban ndoshta miki i that, atë kum thomës me agjeru, pse ke agjeru? Çka mendani për çka? A ka bu ky mirë apo keq? Keq, dënohet apo pse ka agjeru? Edhe me pranu agjerimi të isha thonë ulemat, jetubi ila Allah, du të mu pendu të ka me thonë, o Allah falë. Pse ka vazhdu smundja e ti edhe ma shumë i rritë në bas Ramazanit. Mi po të Ramazan, e din vete që i smund, e din që s'ka shërim kur që shesh, së në rrim pa ata barna, së në rrim të smujat për hapët edhe ma shumë. Atër e gjithë një musliman të mirë, thu që ku e ki, thu çdo dit, iftarin për me agjera. Personi i dytë, në qoftë se ai në Ramazan e ka godit smundja, në qoftë se ai në Ramazan e ka godit smundja, mi po mas Ramazanit se ka as smundje, atëre ky çka do të më bëj? A do të më dhon çdo kujna ushim? Jo. Në qoftë se ky në Ramazan e ka godit smundja, mos ta agjeron. Mi po mbas Ramazanit e ka të obligueshme mi ardh me ato ditë që s'ka agjeruar në Ramazan. Se këti kë nuk ka një smund, nuk vazhdon smundja e ti. Kjo është i shnosh, për ka godit smundja në Ramazan, i len ato ditë që s'ka mujtë në agjeru, në bas agjerimit e ka të obligueshme me ardh me ato ditë që i kanë kalu të Ramazanit. Ai cili nuk e ka të obligueshme me agjeru është edhe me indehu taqa. Ai cili nuk ka fuqi. Kush nuk ka fuqi? I vjetri. Belëm ka prej medhhebit Hambeli dhe Maliki, thënë ata cilët kanë arrit 80 vjet, 82, 83 jetë nal. Ai that heq, as ku penzem, as heq, as me dhon sa da thon fidja as kur gjo heq, se ka obligim heq ai. S'ka për ta obligim kur gjo heq. Mi po na po i thojmë i moshuari. Ai cili ka arrit një mosh dhe i hum, për shkak në qoftë se ai agjeran, i hum fuqia. Ju shtohen telashet, ju shtohen smundjet, i hum fuqia, mund të mira të fikt e kështu të mëra, atër kjo mas mirë të i mushuni shka ban, e një ta'ame miskinen kulli jaumin min Ramadan. E zgjedh një musliman, e njën vetën e vetë që smurët me agjeru, plakje, për shma ban shpejt që të tamë kështu, plakje, që be djali ri, që kuj ki, në avon iftarin, agjera, në avon me këtë ushim, se vapet e agjerimi, qka agjeranaj, këtë shkuën ty, dhe avon shkruën ty, së kur ti me qenë me agjerim. Ai cili nuk lejohet me agjeru, është edhe musafiri. Allah ka përmend në Kur'an: "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Fat ai cili është i smut apo udhton, është musafir, thot le të kompenzon ato ditë me jashtë Ramazanit. Që ato ditë që ti i ka një smut, që ato ditë që ti i ka musafir në udhtar, ti vjen me ato ditë në bas Ramazanit me agjerim. Vjen me agjerim, i kompenzon. Mirë. Po në qoftë se e kujtohet javën e kaluar, kur kemi fol, po në qoftë se udhtimi nuk ka e kështu të më radhë, e kum gjetë në libër, ulemat që kanë fol. Thonë edhe në qoftë se nuk i lodhe, lejsa ale e shakka, dhe thonë nuk i lodhe ti në agjerim, udhtan po s'lodhesh. Edhe që kanë thonë ulemat, agjerimi shpresojmë, agjerimi shpresojmë u ka një pranun,
Ama thot më të pranu, do të mu pendu tek Allah. Allah ka thonë ku të thonë me sa gjëra, pse ti pa gjëra? Më pendau tek Allah dhe shpeson inshallah që më të pranu agjerimin. Kur Zoti ka thonë mos mundon më don më i mirë. Allah po ta ku të thonë me sa gjëra. O kryma, Allah ka thonë nuk jam mostar, o kryma. Po të kush as shumë që e dan Zotin a ke pa. Ai shejtani nuk vjen më me thon hajde, ai vjen ka dera ibadet, shot ka dal. Jo, Allah ka thonë u kry, kam udhtu, jam musafir, jam udhtar, u kry. Mshelet mesela. Po në qoftë se agjeron, pendau tek Allah dhe shpreson inshallah që Zoti më ta pranon. Mirë, ata cilët nuk agjerojnë që përjashtohen prej agjerimit, gratë të cilët janë me cikët, muin e tëre që e kanë. Që kanë thonë ulemat, në qoftë se 1 minut, vjen iftari dhe qatë minut ka rjedh pika gjakut, që ja e ka të obligueshme mbas Ramazanit me ardhë me një ditë të agjerimit. Gratë shtyjen, kur i kanë ditët e tëre, 7, 3, 14, në varët se apo qysh i kanë ditët e tëre, nuk agjeran. Mirë për ka të obligueshme mbas Ramazanit, me i pru ditët e agjerimit të Ramazanit. Leonia që i të nga thonë pas lindjes, 5 javë, apo ulemat e kanë nënë 40 ditë, as nuk agjeran, e as nuk falet, deri sot pastrohet aja prej gjakut. Mbas 40 ditëve, atëherë e ka të obligueshme, në qoftë se Ramazani e kanë zanë që ka lind, atëherë 30 ditë Ramazan, mbas Ramazanit aja du të mi agjeru, mi pru ditët e Ramazanit. Kjo është ju vëllezër tem e shkurt, mesele të shkurta, që i cekum mësante, e lusmi Allah në azhajal, që kanë në kuptushun, dhe thonë meselet e fejes, sharim të shkurt dhe të mirë, po në qoftë se s'keni kuptu prej ligjeratës, leresht, në thonë, banja pyetën, na të përgjigjemi inshallah mënyrën edhe më të shkurtë, edhe më të qartë me lejnë Allah, e Allah e shpërblet me të mira për ndëngjimin. E lusë Allah në azajgjer që qysh na ka bashku Zotit në këtë dynja, në këtë menxles, na bashkan edhe në xhenetin e Allahut ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah shpërblet me të mira për ndëngjimin.